Ky emision përmban vendosje të produkteve. Dashur, edhe sot jemi bashkë, unë edhe Agroni. Sot e kom rani unë me gatu. Sot e ka Agroni rani me gatu, edhe si zakonisht që bën gjona të mira, me plot të ngjyra. Sot shumica në për emisione bojnë shpageta, se më të lehta ma shpejt. Po unë do t'i bëj në mënyrën tajlandeze. Do thot, për me mujt me i përgatit në mënyrën tajlandeze, prej perimeve, çka të ka metë në shtëpi, çka të ka tepruar prej perimeve, mundesh me i përdor. Do thot, secili sipas shijes vetë mundet me i kombinu perimet. Përgatiten me misht bardh pulës. Këtu kam selinon, disa bishtat të qepës të re, spec të kuq, kep, këtu është karota, spanaci, edhe këpurdhat. Ndërsa prej melmesave, unë e përdori, kjo është puteri i kikirikut, kjo është melmesa e ëmbël edhe djeks. Kjo është pak e djeks edhe soje. Po ja filloj me pregaditjen. Unë e kom vlu ujnë ndërkohë, derisa buqja ishte tu e pregadit vetën, unë e vlova ujnë. Noj zakonisht unë e qes. Gjithmonë kur të pregatit spagetat krypën, edhe vojnë ja qes pak vojnë. E dikush thot pse ja qet, e qes për shkak se spagetat s'kan kryp, e vojnë ja qes për shkak se spagetat mos me unë gjitë. Spanaku grihet kështu? Po. Do thot spagetat, s'di dikush ma ka pas mësu një mënyrë për mos me tu kap spagetat. Do thot, kapën me 2 grushta edhe kur lëshohen, do të hapën. Edhe nuk ngjiten njëra me tjetër. Thot duhet me u hapë. Edhe këto vetë që shkojnë të nxe edhe vetë sharojnë aty. Tu e kom fërterën, do thot shkojmë me voj tullinit. Dhe mënyra e përgatitjes të shpagetave, do thot tajlandeze, perimet nuk duhet shumë me kavërdis. Mas pari shkojmë me mishin. Këpurdhat, a janë mirë me pra? Po, shumë. Po, mos i prej shumë im, sa ma të mëdhaja si copa. Jo, ma të mëdhaja më ka i do. Edhe spanakun e lash ma të gjurë. Spanakun i nevojitet mas pak t'i kohë për më kavërdis, atë e loj mas mrami. Shqipullën duhet sa ma imta, po? Po. Speci? Ashtu, si, une zakonisht i lo si fije, do të thëtë kështu të diqysh. Ose mund është edhe si ratë. Gjata. Po, mund është edhe si ratë, s'ka problem. Në këtë recept unë jam asistent. Lut, no. Asistent receptit. Njerë ki qenë edhe asistent e montazherës. Po, Te filmi agimit. Te filmi agimit. Jo, zakonisht, unë e kom qenë pjesë e gjithë filmave që i ki montu ti, për post këtij të fundit, ofër në montazh, sepse unë menaj që regjia ma e mirë bëhet në montazh, edhe për kontrazi, edhe në një farë forme, regjia e dytë bëhet në montazh. Krejt ato gabimet që bëhen në që thot Isa Qosja, thot montazha është regjisura e dytë. Krejt ato gabimet që bëhen në xhirim, montazha ka shanca me rregullu shumë. Edhe rregullohen, po edhe shihen. Po, edhe shihen. Që mos më përsërit kur xhirohet filmi tjetër. Edhe mirë është aktorët mësë me të qenë montazh. Po. Se shpesh herë janë mas shumë të janë të kritikum në fazën kur montohet filmi. Po jo veç aktorët, edhe na që punojmë në regji, bashkëpunëtorët tonë. Për shkak se për me përgatit ushqimin tajlandez duhet zjarmi shumë i madh. E dini, përdoret kjo
fërterja vogë që thirët, edhe zjarmi duhet me qenë shumë i fort, i madhë, që pregadisën, si me thonë, ashtu në qast. Selinon donë me gjethe, pa gjethe? Me gjethe. Okej. Krypi qita, i qesë më falë, vësë po të dalë, Jo, po të mlejt të kamerat. s'ka problem. Pak biber. S'jom qaqe bukër. Se një parë për perimeve që aqes, dhe të mund një aqes tjetë. Tjetë normal. Asaj në ujtët bashkë me mishin, në u ka vërdisë. Një kohë mbak ma gjatë. Ti tu i pre, unë e tu i shtu. Edhe hudër, arova. Unë pa qare, në se cilë në ushqim që e pregadis, e përdori hudrën, edhe makana shumë, edhe e di që është shumë e shëndetshme. Ka qenë interesant, në tezja eme gjithmonë në ka thonë që të ushqime shëndetshme edhe kur kom qenë i vogël, karotën edhe magdanozin e kom ry, se kom do ashtë hiq na njeke me lukë, të na i dhënë supat me magdanozin e karotë. Ato që kanë mas shumë të vitaminë, A hudrën, kom qenë në gjendje me hongër do thotë si bombonin. Gjithmonë. Qatë shumë akona, mështë kështë qenë kjo era e hudrës. atë ndimajnë në këtë. E kësha majtë në gjepa, si në vend bombonave. Dhe me thonë, këtu për pas kripës nuk kana e me mes tjetër. Ja, kur gjo tjetër se kretë në mesat shtohen me këtë puterin e kikirikave edhe këto në mesat që janë speciale, së të në mesa. Okej, dhe me thonë, mishi pak ka vërdis. Tash po i shtojmë me rend, do thëtë ashtu si sa në ujtët kopër me ka vërdis. E shkojmë me këpurva. Me specat? Edhe specat. Që e pa selino? Po, bënë. Të spanaqin në fund. Po e di. Karota, spanaci? Po, karota. Edhe këtu janë kretin që në atë shumë bukra. Po di, po shihet që po gatujnë artistat. Që tash shkojnë kështu. Edhe pse jemi piktor, na kemi shumë pjesën e dimenzionit estetik shumë të zhvilluar, se edhe fotografia. Edhe fotografia që... E që shallah është dhe shishme. E shishme, garant, është tu e kom shiju. Buqe gati ka vërdesën këto perimet. Spanaqin? Edhe pak tash po shkoj me këto mesat. A ti kullaj? Po ndohë këtë që jo mba. A ti provoj që edhe njëra jo mba. Ajde, shusma. A ki qefti ashtu dente, po? Po. Edhe veqet. Okej. Ta unë dhe i sa të buon. Më thonë, puteri kikirikut. Ja frajt, po. Në ndë i shkon pak e përzimte. Puteri kikirikit është shumë e shishëm, po ka shumë kalori. Qa ka shumë? Kalori. Qa si ma kuna. Për ty është në rregull, se ti s'ki problem me pesh, po për mu... Ta shkoj me soja, sos sojës. Ja uli pak zjamin se dhe isa në bonë. Shpagetat. Ka përshë voj i sojës, ja jep edhe këtë ngjyrën e arit. Dhe me thonë, po
që atë edhe nuk përdoren shumë mërmesa, se vetë vaj sosi sojës i ka vetë, është shumë i gjeltë, ka krypën në vetë. Në thonë këtu u bonë, tash mund është ti me kullu. Po, okej. Tash ja qesim spanaqin. Për rrotulloj pak për me hi melmesat. Spanakut, edhe pse ajo duhet me qenë qështu. I pa ka vërdisun shumë, apo. Në pak në bost kulumtimeve të reja, spanakut duhet me qenë gjithmoni pa ka vërdisun, se është ma i qëndeshëm, po. Po të gati gjallë, po që këtë shkojnë të perimet njërën tajlandezë, kryesisht të kines të shkojnë gati mënyrë. Do me thënë tash, këj sosi i ambël edhe i djeks. I djeks. Shpagetat shumë mirë janë të... Apo? Lut na. Dime. Edhe si mas qefit, si mas dëshirës, kjo është sosi i specave djeksa jalapeno. Do thotë si mas dëshirë, kur unë kom qef shumë djeks. Ha djeks shumë. Gjithashtu? Po që bajageja qita. Në ashta e kanë vrejtë edhe shiku se unë kur nuk kom në i farmase, gjithmonë me masën ja qëlloj me... Me sy? Me sy, kështë. Kom qef shumë edhe me provu gjatë punës, gjatë pregaditjes ushqimit. Buqet tash këto e në gati. Mu i mja qitë të shpagetat mena. Këto krym. Tash vetëm me i servu. Bon, për një porcet. Sa që thojnë sa me provu. Në thë... Që bojnë ata kuzhinjat tjetë. Këto janë shpagetat në mënyrën tajlandeze, edhe këto i preferon ledrit. Shtus që ato që janë të ndërëzume për ledrën, me ditë qka është në shijen e tina. Dhe më ndoket që na mujnë më përshëndet me shikosit, si kjo është emisioni i fundit. Miru pafshim. Miru pafshim në emisione tjera.